kur ke pasur vetëm 5 porosi në muaj, çfarë të ka bërë të mos dorëzoheshe, po që të vazhdojë dhe puna jote të shpërblej dhe ta arrijnim këtu te dasma? Ë, Kam qenë, besoj, mjaft me fat. Muajt më të qetë për mua kanë qenë 2 muajt e parë. Po. Kam pasur goxha suport, si thash, nga familjarët. Për çdo rast që kishin për çdo gjë e merrnin dhe paguanin, me thënë të Po. drejtën. Edhe Ky më është suporti. ndihmonin, po, ky është suporti. Edhe kjo më ndihmonte edhe mua të krijoja, kjo ndihmonte përfaqen, por dhe kur nuk kisha punë, unë shkoja bleja lulet edhe filloja bëja praktik për veten time. Të shikoja sepse nuk është thjesht bashkimi i atyre ngjyrave. Lulet kanë dhe shumë teknik, sidomos kompozimet, për pjesën e eventeve që unë doja të fokusohesha, mënyrën se si do t'i kapësh, çfarë bazamenti do përdorësh, domethënë ka goxha punë mbrapa dhe gjëja që unë bëja në kohën time të lirë ishte kjo, merja lule të ndryshme dhe praktikoja.